Pas 3 javëve të fundit të brutalitetit në Minneapolis, nuk duhet jetë më e mundur të thuhet se administrata Trump kërkon thjesht të qeverisë këtë komb. Ajo kërkon të na reduktoj të gjithëve në një gjendje frike të vazhdueshme, një frikë nga dhuna prej së cilës disa njerëz mund të kursehen në një moment të caktuar, por nga e cila askush nuk do të jetë kurrë vërtet i sigurt. Ky është realiteti ynë i ri kombëtar, që nga fillimi i janarit, kur zyra e imigracionit dhe doganave zgjeroi operacionin e saj në Minneapolis dhe St. Paul Min, oficerët federal kanë vrarë Rene Good, kërcënuar një avokate shtatzënte të imigracionit në parkingun e firmës së saj, ndaluar shumë qytetar amerikan, përfshirë një që u nxor nga shtëpia e tij me të brendshme, thyer xhamat e makinave dhe ndaluar pasagerët e tyre, përfshirë një qytetare amerikane që ishte duke shkuar për një takim mjekësor në një qendër traumatike të lëndimeve në tru, vendosur granata për kontrollin e turmës dhe një engaz elotësjellës pranë një makine që mbante 6 fëmijë, përfshirë një 6 muajsh, kontrolluan një aeroport duke kërkuar të shihnin dokumentet e njerëzve dhe duke arrestuar më shumë se një dyzinë që punonin atje, ndaluan një 5 vjeçar. Dhe tani ata kanë vrarë një shtetas tjetër amerikan, Alex Jeffrey Pretty, një infermier i njësisë së kujdesit intensiv pa precedent penal. Agjentët e kishin shtrirë për tokë të nënshtruar përpara se të qellonin të paktën 10 herë nga afër. Të përballur me një listë si kjo, ne kërkojmë detaje që mund të shpjegojmë pse këta njerëz ju nënshtruan këtij trajtimi, detaje që mund të na sigurojnë se ne në të kundërt nuk jemi në rrezik. Chong Li-tao, burri që u nxor nga shtëpia e tij me të brendshme, është një emigrant nga Laosi. Ai nuk është i bardhë dhe me sa duket flet me theks. Gruaja që po shkonte në takimin mjekësor dhe familja me 6 fëmijë kaluan me makinë për zonat ku po zhvilloheshin protesta kundër ICE. Familja e fëmijës 5 vjeçar nuk ka status të përhershëm. Dihet pak përpreti në momentin e shkrimit të këtij artikulli, por babai i tij tha se ai mori pjesë në protesta dhe mund të ketë mbajtur armë ligjërisht. Ne nuk përqendrohemi në këto detaje për të justifikuar veprimet e agjentëve federal, të cilat janë thjesht brutale dhe të pajustifikueshme. Nëse nuk përgjigjemi, nëse ndryshojmë rrugët tona për të shmangur protestat, nëse jemi mjaft me fat që të jemi amerikan të bardhë, heteroseksual, të lindur natyrshëm, ose nëse nuk jemi, por qëndrojmë të qetë, të heshtim, do të jemi të sigurt. Anasjelltas ne mund të zgjedhim të flasim, të shkojmë në protesta, të marrim një rrezik, sidoqoftë ne i themi vetes, nëse mund të parashikojmë pasojat, ne kemi liri veprimi. Në vitet 90, kur flisja me njerëz në ish Bashkimin Sovjetik rreth përvojave të familjeve të tyre me terrorin stalinist, më bënte përshtypje vazhdimisht se sa shumë dukej se dinin njerëzit për rrethanat e tyre. Her pas here njerëzit më tregonin saktësisht se çfarë kishte çuar në arrestimet ose ekzekutimet e antarëve të familjeve të tyre. Fqinjët xheloz i kishin raportuar tek autoritetet ose kolegët që ishin arrestuar i kishin përmendur nën presion. Këto histori ishin transmetuar brez pas brezi. Si mund të dinin kaq shumë, pyesja veten. Njerëzit krijuan rrëfimet nga dyshimet, tashethemet dhe aludimet për të plotësuar një nevojë të dëshpëruar për një shpjegim. Që oficerët shpesh kapnin grupe kolegësh, miq dhe antarësh të familjes, ishte ndoshta një çështje komoditeti më shumë se çdo gjë tjetër. Në thelb, terrori ishte i rastësishëm. Në fakt, kështu funksionon terrori shtetëror. Rastësia është ndryshimi midis një regjimi të bazuar në terror dhe një regjimi që është thjesht represiv. Edhe në regjimet brutalisht të represive, përfshirë ato të kolonive sovjetike në Evropën lindore, dikush e dinte se kush triheshin kufit e sjelljes së pranueshme. Protesta e hapur do të bënte që të arrestoheshe, biseda në kuzhinë jo. Shkrimi i eseve ose romaneve subversive ose redaktimi i revistave të fsheta do të bënte që të arrestoheshe. Leximi i këtyre veprave të ndaluara dhe kalimi i tyre në heshtje tek miqt, ndoshta nuk do të bënte. Kur mendojmë për regjimet terroriste të së kaluarës, është joshës se të mbivendosim një narrativ logjike mbi to. Sigur udhëheqësit totalitar të kishin një listë detyra shfarosëse dhe të punonin me të në mënyrë metodike. Kështu, mendoj unë, shumica e njerëzve kuptojnë poemën klasike të Martin E. Muller, First They Came. Në realitet, megjithatë, njerëzit që jetonin në ato regjime nuk e dinin kurrë se cili grup njerëzish do të shpallej armik i shtetit më pas. Në kohën e E. Muller, terrori kryhej nga policia sekrete dhe forcat paraushtarake, veçanërisht SA, më të njohura si këmishat kafe, puna e të cilave ishte të ngjallnin frikë tek popullata. Në vitin 34, Adolf Hitleri arrestoi rreth 150 deri në 200 antarë të udhëheqjes së SA dhe ekzekutoi generalët e saj të lartë në demonstrimin përfundimtar se askush nuk ishte imun ndaj dhunës vdekjeprurse të shtetit. Stalini kryente rregullisht pastrime të ngjashme. Terrori në vetvete nuk ishte qëllimi përfundimtar i atyre regjimeve, por asgjë që pasoi nuk do të kishte qenë e mundur pa të, shkruan New York Times. Kutia e mjeteve nuk është veçanërisht e larmishme. Presidenti Trump po përdor të gjitha instrumentet, kotat e raportuara për arrestime e ICS, forcën paraushtarake të përbërë nga banditë të dehur nga brutaliteti i tyre, spektaklin e dhunës së rastësishme, veçanërisht në rrugët e qytetit, shpifjen pas vdekjes së viktimave. Është e natyrshme që truri ynë të përpiqet të gjejë logjik në atë që po shohim. Ekziston një logjik dhe kjo logjik ka emër, quhet terror shtetëror.